Dimri këtij viti nuk ka qenë shumë i ashpër për banorët e fshatit të Novosej, ndonse në Bjeshkë dhe mbi stanet e fshatit ende ka borë. Kryeplaku i fshatit, Mahmut Noka, thotë se si vjet e dimri ka mbajtur si verë. Ne jemi të mësuar me dimrin, nuk befasoni. Se gjithmonë para përgatitemi ne që në nëntor për të kaluar dimrin. Me ushqimin për vete, për baktit, për gjitha. Dhe ne nuk na bën përshtypje, bile si vjet ka mbajt si verë dimri. S'ka pas dimër si vjet. Dhe ja, përse, vite tjera ka pas borë këtë e këposhtë. Si vjet nuk ka borë, ka vetëm Bjeshka borë. Edhe pse kjo zonë njihet për bukuritë natyrore dhe potencialin turistik për kryeplakun e fshatit, shqetësues mbetet shpopullimi i saj. Dhe po, na mungon shumë, na mungon njerëzimi, u shpopullu fshati. S'ka, se unë kam, ta merrni vesh ju, fshati Novosej ka qenë në vitin 1987. Ka qenë 363 familje. Sot fshati Novosej është 82 familje, të cilat 15 janë me fëmijë dhe tjerat janë plak ose plak. Edhe është totalisht është shpopullu vendi. Llogariti, fshati Novosej ka 29 nxënës e 11 mësues. Ma shumë mësues se sa nxënës. Po, kaq llogaritet. Sipas kryeplakut të fshatit, ata pak banorë që kanë mbetur tashmë po përgatiten për mbjelljet e pranverës, duke mbajtur gjallë traditën e punës në tokë dhe jetën në këtë zonë malore. Janë duke u përgatitur se mbjellin, nëse kush ka mundësi nga ata që janë më të aftë për punë, mbjellin patate, tagji, për baktit, vetëm patate tagji tani është koha e pranverës për ne. Edhe ndaj baqet vogël që mund ndaj presh, ndaj domate, ndaj spes, ndaj gjë, që do të gjëra ka fshati. Novosej pret pranverën, por më shumë se ngrohtësinë pret kthimin e jetës, sepse në këtë fshat bora mbi Bjeshkë nuk është aq e rëndë sa boshatisja që ka lënë ikja e njerëzve.